ngjarje, domethënë hijreti si piknisje e kalendarit islam filloi nga koha e halifit dytë të muslimanëve, Omerit radiallahu anhu, Omer ibn Khattabit. Pas pejgamberit alayhis salam erdhi Ebu Bekri, pastaj erdhi Omeri, dhe në kohën e Omerit radiallahu anhu kur u përhap shumë, filloi të përhapet shumë islami, filloi nevoja e madhe, lindi nevoja e dërgesave, shkresave, dokumenteve të ndryshme, pra faktikisht nevoja administrative. Domethënë shkruheshin letrat me ditë, me muaj, po nuk kishte vit. Dhe kështu që lindi ideja e Omerit edhe e besimtarëve tjerë që caktohet një ndodhi apo një moment prej ku do të nisë edhe njësimi i kalendarit. Kishte ideja të shumta, domethënë dikush propozoi që të merret datëlindja e pejgamberit alayhis salam si pikësie. Dikush tjetër e propozoi që të merret data e vdekjes së pejgamberit alayhis salam. Dikush propozoi që të merret fillimi i shpalljes së pejgamberit alayhis salam, edhe dikush propozoi që të ngelet hijreti. Pas konsultimeve të shumta që i bëri Omeri me besimtarë të tjerë, me sahabët tjerë, vendosën që piknisje e kalendarit islam të ngelet ngjarja e hijretit. Edhe këtu është interesant, domethënë shif islamit themi, nuk e bëri muslimanët, nuk e ndërlidhen kalendarin, edhe kalendarin islam nuk e ndërlidhen me person, me një person, po e ndërlidhen me një ngjarje e cila është shembull sakrifice edhe shembull ndryshimi, një shkollë e vërtet ndryshimi, pra e lidhen me hijreti. Kështu që mbeti viti i ri islam, domethënë, që quhet hijri, me ngjarjen e madhe të hijretit apo shpërnguljes